Transportues nga Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi bllokuan që nga mesdita e 26 janarit disa pika kufitare duke ndalur qarkullimin e madrave drejt zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, ka paralajmëruar se protestat e transportuesve në Ballkanin Perëndimor dhe kufizimet e reja të Bashkimit Evropian për qëndrimin e shoferëve po shkaktojnë humbje të mëdha ekonomike, shtretim të transportit dhe rrezik për mungesë të produkteve në Kosovë dhe rajon. Bllokadat që janë organizuar nga transportuesit e Ballkanit Perëndimor në raport me vendimin e Bashkimit Evropian që shoferët mos të kenë të drejtë më shumë për të qëndruar në Bashkimin Evropian se 90 ditë në 6 muajin e parë dhe 90 në 6 muajin e dytë, gjithsej 180 ditë, kanë ngritë revoltë të madhe dhe kanë ngritë pasiguri në transportin ndërkombëtar, për arsye se shoferët tashmë trajtohen si kur turistë dhe kjo ka bërë që këta të ngriten me të drejtë për të kërkuar leje speciale që ata mos trajtohen sikur turist, por trajtohen si punëtor që mos t'ju kufizohet hyrja dalja pas aplikimit të vitit të kaluar të sistemit EES që numëron ditët hyrje daljet e çdo personi nga Ballkani Perëndimor që shkon në Evropë. Kjo po ka krijuar të llovi të madhe, po krijon humbje financiare, mungesë të produkteve dhe nëse i nalim dhe analizojna rreth 20.000 mauna që janë tashmë të bllokuar mes transportit Ballkanit Perëndimor dhe Evropës, e kap një kosto ditore rreth 1 miliard euro të importeve dhe eksporteve që ka Bashkimi Evropian në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kjo është një humbje shumë e madhe. Nga hëna, transportuesit e madrave kanë organizuar protestë të koordinuar në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut dhe rajonit, duke përfshirë Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi, duke paralajmëruar bllokim të qarkullimit të automjeteve transportuese.